Vlora mbetet një ndër qytetet në vend ku projektet infrastrukturore të përfunduar së ndërtuari nuk funksionojnë siç ishin projektuar. Imazhi i qartë i kësaj situate sot projekti i cili transformoi dhe i ndryshoi pamjen e sheshit të Flamurit në Vlorë. Sipas projektit, në pjesën e pasme të monumentit të Pavarësisë ishte menduar të krijojë projë artificial si një atraksion turistik ky për të ndërtuar në një prej zonave më turistike të qytetit. Aty do të kishte gjatë gjithkohës ujë ku së bashku me gurët në mes do të parafronte me imazhin e një projë duke i shtuar bukurinë zonës përreth. Por pavarësisht ides fillestare e cila dallonte nga projektet e tjera të krijuara deri në këtë periudhë, ky prua për asnjë ditë të vetme nuk funksionoi. Pamjet në ekran tregojnë se si është imazhi i tij sot dhe në çfarë shndruar ai. U parashikua që të ishte një atraksion turistik në qendër të qytetit, por për asnjë ditë të vetme nuk rezultoi tillë. Poroja artificial në sheshin e Flamurit nuk ka ujë dhe nuk ka patur për asnjë ditë të vetme, teksa sot ky projekt është shndruar në një vend grumbullim të ri të mbetjeve të cilat hidhen aty nga qytetarët, por gjithashtu mban brenda tij edhe ujë të ndotur, i cili ka prej disa muajsh duke u kthyer edhe në burim infeksioni. Në të nuk ka patur asnjëherë ujë edhe pse u parashikua që me anën e dy tubacioneve uji do të mbushte projën për të shkuar deri në fund ku do të niste më pas dhe qarkullimi. Praktikisht ai do të konsumonte çdo ditë një sasi të vogël uji sa për vetë pastrim me anën e filtrave. Por siç ndodh rëndom në Vlorë, projekti nuk funksionoi pasi tubacionet e ujit nuk u lidhen për asnjë ditë të vetme, por dhe tubacionet e shkarkimit. E përpasoi ky prua në ditët me reshje shiu grumullon ujë ndërkohë që edhe mbetjet pavarësisht se pastrohen shpesh, sërish hidhen të tjera mbeturina duke ndotur. Sheshin e Flamurit e frekuentojnë çdo ditë pensionistë të cilët e kanë kthyer në një vend për të kaluar kohën e lirë, por mbi gjitha e vizitojnë me qindra pushues vendaze të huaj që përballen me këtë realitet që ndikon negativisht për pamjen vizive të zonës.